Ringjallja e Jezus Krishtit ndryshoi gjithçka. Kështu filloi një nga periudhat më të jashtëzakonshme dhe të vrrullshme në historinë e njerëzimit. 30 vite të ardhshme do të shënjoheshin nga rebelimi, shtypjet, përndjekjet dhe trazirat, të cilat nuk ishin parë kurrë më parë. Dhe në qendër të kësaj stuhie ishte një grup dishepujsh të shtresës së ulët, djegës të atij që i quajtën Mesia, të zgjedhur personalisht nga Jezusi për të çuar mesazhin e tij të shpresës dhe paqes në një botë të humbur që po vdiste. Këta revolucionarë do të përballeshin me kundërshtime dhe përndjekje të ashpra, ndërsa luftonin për të themeluar atë që më vonë do të bëhej kisha moderne. Besimi i tyre i flak dhe përkushtimi i zellshëm frymëzoi një kombë, transformoi një kulturë dhe ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë njerëzore. Kjo është historia e tyre, historia e një revolucioni që ndryshoi botën. Por tani, le të zbulojmë shkrimet që fshihen pas kësaj historie dhe mësimet që mund të mësojmë prej tyre në moment vendimtar me doktor David Jeremian. Dhe një ditë kur ne qëndrojmë përpara Perëndis dhe ai do të na thotë pse duhet të letë futesh në parajsën time, ai do të dalë përpara dhe do të thotë: Unë pagova çmimin e plot për mëkatet e tyre. Futuni në gëzimin e Zotit tuaj. Bashkoni me ne për mesazhin e sotëm me titull Ditën që Perëndia vdiq. Ky term u sajua në shekullin e 6, kur një murg nomad i quajtur Dionisis Exiguus prezantoi një sistem për numërimin e viteve, duke përdorur datëlindjen e Krishtit si pikë fillimi ose vitin 1. Vitet përpara Krishtit ai i emërtoi para Krishtit dhe ata që vinin pas Krishtit, Anno Domini latinisht në vitin e Zotit ton. Me fjalë të tjera, në datëlindjen e Krishtit filloi viti i Zotit ton dhe ka qenë viti i Zotit ton që nga ajo kohë. Dhe gjithmonë buzëqesh kur mendoj për këtë, sepse shumë njerëz që as nuk e besojnë Krishtin, asnjë ditë nuk mund të shkruajnë dot pa dhënë një dëshmi për ekzistencën e tij. Jezus Krishti, qendra e çdo gjëje. Sot dua që të flas pak për ditën kur Perëndia vdiq. Ponc Pilati kishte një dilemë në duart e tij. Ishte festa hebraike, ishte Pashka. Dhe Jeruzalemi, qyteti me rreth 50.000 banor, ishte të mbushur me njerëz. Mbi 150.000 kremtues nga kombet e lindjes mesme dhe nga mesdheu kishin ardhur në Jeruzalem. Dhe guvernatori romak Pilati kishte arsye të fortë për t'u shqetësuar. Kuptoni që kur romakët e kishin pushtuar kombin e Izraelit në vitin 53 para Krishtit, rebelimet dhe trazirat ishin një gjë e zakonshme në qytet, teksa nacionalistët fanatik vinin për t'u përpjekur të sfidonin pushtuesit me dhimbje në zemrat e tyre për shkak të pushtimit romak. Të thuar se Jeruzalemi ishte në buzë të greminës është pak. Në rastin më të mirë ishte vështirë të menaxhoje një turm kaq të madhe njerëzish. Por gjatë kësaj pashke në veçanti në vitin 33 pas Krishtit, tensioni ishte rritur jashtëzakonisht nga rabini mrekulli Bërës, i cili quhej Jezus. Shumë judej mendonin se ky njeri ishte Mesia i shumë pritur. Gjëja e fundit që donte Pilati ishte t'i raportonte Cezarit se ai kishte lejuar një revolt kundër autoritetit romak në këtë rajon, tashmë të trazuar. Gjatë çdo feste, Pilati sillte me qindra ushtar romak në Jerusalem për të imponuar rendin, kudo që i dhe syt shije një ushtar romak. Këshilli drejtues i elitës së judenjve, i njohur si Sinedri, besonte te një Mesia që do të vinte dhe ishin duke vëzhguar për të. Ata mendonin se ai që do t'i çlironte ata nga shtypësit e tyre do t'ishte një sundimtar i fuqishëm, një njeri me pushtet madh fetar dhe politik. Sinedri ishte i irrituar nga Jezusi. Ai dukej se nuk kishte respekt për traditat e tyre dhe në sytë e tyre ai nuk kishte respekt për ligjin e Mojsiut. Me keqja ishte se këta drejtues tani e pan Jezusin si blasfemues. Ai kishte bërë predikime që tregonin se ai e shihte veten si Perëndia. Drejtuesit judej nuk kishin më nevojë për prova kundër tij. Në mendjet e tyre, ky heretik, Jezusi, duhej të vdiste. Por kishte edhe pengesa. Kuptoni se Jezusi ishte bërë shumë popullor te njerëzit. Ai kishte fituar ata me mrekullitë dhe shërimet e tij, gjithashtu dhe me mësimet e tij të gjalla. Njerëzit mblidheshin te kjo figurë polarizuar dhe këtë po e bënin në hundën e Sinedrit.
Si në traditën e rabinjve judenj, edhe Jezusi kishte mbledhur rreth vetes disa ndjekës. Ata i quanin dishepujt të 12-tët. Si të tjerët që menduan se Jezusi ishte Mesia, vetë këta dishepuj prisnin që Jezusi të ngrinte një ushtri dhe t'i largonte romakët nga toka e tyre. Pikërisht kur zemrimi i Sinedrit me Jezusin u përshkallëzua në një plan për ta vrarë atë, në kohën e dur u bëri vizitë njëri nga dishepujt e Jezusit, Jud Iskarioti. Dhe doli që nuk u de shumë që Juda t'i kthente kurrizin mësuesit të tij. Sa do të më paguani për t'ju dorëzuar Jezusin, i pyeti ai ata. Dhe ata i ofruan 30 monedha argjendi dhe ai e dorëzoi Jezusin në duart e tyre. Juda e vendosi që tradhtia e tij të ndodhte kur Jezusi u kthye nga lutja në kopshtin e Getsemanis, pasi kishin kërmtuar Pashkën. Ai u ofrua mësuesit të tij dhe e përshëndeti me nga një puthje në secilën faqe. Ky akt ja identifikoi Jezusin zyrtarëve që ishin fshehur në errësirë. Ndërsa ata u sulën për të arrestuar Jezusin, Pietri mendoi se rebelimi kishte filluar, nxorri shpatën e tij dhe goditi zyrtarin që donte ta arrestonte, duke i prerë veshin. Për rabin e Pietrit, Jezusi e ndaloi dhe i tha: "Ktheje shpatën në vendin tënd, Pietër, ktheje shpatën në vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën prej shpate do të vdesin." Vetëm një orë pak më herët, Pietri ishte betuar që do të qëndronte me mësuesin e tij deri në fund. "Zot, unë jam gati të shkoj bashkë me ty edhe në burg edhe në vdekje," tha ai. Por Jezusi, duke ditur se Pietri e kishte keq kuptuar natyrën e misionit të tij, i tha Pietrit: "Unë të them se sot gjeli nuk do të këndoj para se ti të më kesh mohuar 3 herë se më njeh." Në çastin e arrestimit të Jezusit, të gjithë përveç 2 dishepujve ja mbathën. Megjithatë, Pietri nuk ishte në mes të atyre që ja mbathën. Edhe pse i hutuar nga arrestimi i papritur, Pietri ishte i vendosur të qëndronte me mësuesin e tij të dashur, pavarësisht rrezikut për jetën e tij. Ai e ndoqi atë nga një distancë, ndërsa oficerët e çuan Jezusin në shtëpinë e Kajafës, kryepriftit, për një gjyq. Pietri i pa të ndodhnin të gjitha këto që nga oborri, duke ngrohur duart në një zjarr, kur një vajzë shërbëtore e njohu atë dhe ajo i tha: "Ti ishe me Jezusin apo jo?" Pietri e mohoi me forcë këtë gjë. Edhe të tjerët rreth zjarrit e njohën atë dhe e pyetën për këtë edhe 2 herë të tjera. Dhe me një vrull në rritje, Pietri secilin herë pretendoi se nuk e njihte Jezusin, dhe menjëherë, pas mohimit të tretë të Pietrit, një gjel këndoi nga larg dhe Pietrit ju kujtua parashikimi i Jezusit. I mbuluar nga turpi dhe faji, Pietri u largua që aty dhe shkoi të fshihej me dishepujt e tjerë. Ajo që ndodhi më pas në udhëtimin e Zotit drejt kryqit ishte një seri gjyqesh. Brenda shtëpisë Kajafës, Jezusi u përball me të parin nga këta gjyqe. Kajafa e pyeti atë me ashpërsi, por Jezusi nuk ju përgjigj, derisa prifti i tha atij: "Unë po të përbej për Perëndinë e gjallë, të na thuash nëse ti je Krishti, biri i Perëndisë." Jezusi i tha: "Ti po thua." Vetëm për kaq kishte nevojë Kajafa, ai u tërbua, në zemërim ai grisi rrobat e Jezusit dhe akuzoi atë se po fliste blasfemi, që sipas ligjit hebre ishte e dënueshme me vdekje. Ata e gjykuan Jezusin natën, kjo është kundër ligjit hebre. Ata supozuan që ishte fajtor që në fillim, kjo është kundër ligjit hebre. Ata punësuan dëshmitar të rrem për të dëshmuar kundër tij, haptazi kundër ligjit hebre. Ata e keq trajtuan si të burgosur, duke e fshikulluar dhe rrahur kundër ligjit. Dhe ata nuk i siguruan atij asnjë lloj mbrojtje ligjore që sërish është kundër ligjit. I gjithë gjyqi që nga fillimi deri në fund ishte një shtrembrim i drejtësisë. Këshilli hebre, edhe pse e dënoi Jezusin me vdekje, nuk e kishte fuqinë për ta ekzekutuar atë, prandaj ata e dërguan te Pilati dhe turma e trazuar shfaqte në mënyrë të dukshme kërcënimin për një kryengritje nëse guvernatori nuk binte dakord me dëshirat e Sinedrit. Pilati tashmë i friksohej një kryengritje për Pashkë dhe ndjeu çdo grim presioni që po ushtronin drejt tij hebrejt. Por Pilati rezistoi. Një histori shumë e çuditshme ndodhi aty. Edhe pse ishte një politikan i vjetër, i mësuar me shtrembrimin e drejtësisë sa herë që donte, ndërgjegjja e tij nuk kishte vdekur plotësisht. Ai nuk donte që të dënonte një njeri që qartësisht nuk e meritonte dënimin me vdekje. Zemrës së tij jo të qetë ju shtua dhe nxitja e gruas së tij për ta kursyer Jezusin, sepse ajo kishte parë një ëndër të trazuar për të.
dhe ajo ëndër tregonte që Jezusi ishte i pafajshëm. Pilati kërkoi me dëshpërim një rrugë të mesme që do ta shpëtonte Jezusin dhe do t'i qetësonte hebrejtë e palkundur. Ai e rrahu brutalisht Jezusin, duke menduar se një ndëshkim kaq i ashpër do ta kënaqte oreksin e hebrejve për gjak. Kur kjo dështoi për t'i qetësuar ata, ai u përpoq ta lironte Jezusin në përputhje me një traditë vjetër romake, që lironte një të burgosur hebre gjatë javës së shenjtë. Por turma e nxitur deri në shfrenim nga drejtuesit hebrej nuk pranoi asnjë prej këtyre, dhe ata bërtisnin her pas here me zë të lartë: "Kryqëzoje, kryqëzoje!" Pilati i friksoi një rebelimi të plot nëse nuk e pranonte kërkesën e tyre. Ai u dorëzua dhe ia dorëzoi Jezusin ushtarëve romak për kryqëzim. Kryqëzimi ishte mënyra më brutale, e dhimbshme dhe çnjerëzore e ekzekutimit që ka shpikur ndonjëherë njeriu. Ajo përbëhej nga gozhdimi i viktimës përmes duarve dhe këmbëve në një kryq druri të ngritur vertikalisht. Dhimbja ishte torturuese dhe nuk kishte mundësi që njeriu në kryq të gjente ndopak lehtësim. Kur dikush varet kështu me krahët e shtrirë, mushkrit shtypen duke e bërë të pamundur për të marrë frymë thellë. Zakonisht vdekja e shkaktoi nga asfiksimi. Në këtë pikë gjithë dishepujt e Jezusit e kishin braktisur atë përveç Gjonit, i cili qëndroi me nënën e Jezusit, Marinë, në këmbët e kryqit. Ndërsa Jezusi i jepte frymën e tij të fundit, vetë toka dhe qielli e reflektuan mizorinë e kësaj ngjarjeje që njerëzimi kishte vrarë birin e Perëndis. Luka na e përshkruan skenën, ishte afërsisht ora e 6 dhe errësira e mbuloi gjithë vendin deri në orën e 9. Dielli u erë dhe perdja e tempullit u nda në mes, dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë dhe tha: "O Atë, në duart e tua po dorëzoj frymën tim." Dhe si tha këto, dha frymë. Shpeshherë viktimat e kryqëzimit qëndronin të varur për ditë. Ishte pjesë e turpërimit të krimit të tyre. Megjithatë, Jezusi ju dorëzua vdekjes vetëm pas 6 orësh. Padyshim që ndodhi për shkak të gjërave që duroi në mënyrë të jashtëligjshme përpara madjes se të dërgohej në kryq. Ai kishte qëndruar zgjuar gjithë natën, e detyruan të ecte 3-4 kilometra, kishte duruar 2 rrahje, njëra urdhëruar nga Kajafa, kurse tjetra nga fshikullimat e kamzhikëve romak. Një kuror me ferra dhe gjemba ju vendos me forcë në kokë, duke i shkaktuar dhimbje të pafundme dhe gjakderdhje. Ai tashmë ishte aq i dobët sa nuk mund ta mbante dot as binarin horizontal të kryqit deri në vendin e ekzekutimit. Ndërsa ditës po i vinte fundit, drejtuesit hebrej, duke supozuar se Jezusi ishte gjallë, i kërkuan Pilatit që t'i thyente këmbët që të vdiste përpara perëndimit. Kuptoni që sabati do të fillonte saktësisht në orën 6 të asaj mbrëmje dhe ishte kundër ligjit hebre që të linin një trup të pavarrosur ditën e sabatit. Thyerja e këmbëve gjatë kryqëzimit ja bënte të pamundur viktimës që të ngrihej lart për të marrë frymë, dhe kjo do të shpejtonte asfiksimin e tij. Dhe Pilati dha urdhrin, dhe ushtarëve romak ju caktua kjo detyrë zymt. Por kur ju afruan Jezusit, ai dukej që kishte vdekur tashmë. Për të siguruar një ushtar, i nguli një shtizë në brinjën e tij. Dhe gjak dhe ujë rodhën nga plaga, që tregonte se gjaku kishte filluar tashmë të shpërbëjë në përbërësit e tij, dhe ishte shenjë sigurt se zemra nuk po rrihte më. Mesatarëve të Sinedrit ishte edhe një njeri i pasur që quhej Jozef. Ai vinte nga qyteti jude i Arimateas. Ai shkoi te Pilati në fshehtësi dhe kërkoi që trupi i Jezusit i dorëzohej atij. I ndihmuar nga Nikodemi, një tjetër antar i Sinedrit që në fshehtësi ndiqte Jezusin, ata e morën trupin dhe e trajtuan me 34 kg erza dhe e mblodhën fort me disa shtresa rrobash tradicionale varrimi. Dhe pastaj të 2 burrat, padyshim të ndihmuar edhe nga disa miq, rrokullisën një gur të stërmadh në formë disku mbi hyrjen e varrit. Antarët e Sinedrit ja dinin shumë mirë që Jezusi kishte parashikuar se do të ringjallej në ditën e 3 dhe për t'i parandaluar dishepujt e tij që të vidhnin trupin dhe të pretendonin se ai ishte ringjallur, drejtuesit i kërkuan Pilatit që ta vuloste varrin dhe të vendoste ushtar aty për të ruajtur derisa të kalonin 3 ditë. Pilati e miratoi kërkesën e tyre. Guri që mbulonte varrin ishte i siguruar me vulën romake.
dhe një truproj prej 4 deri në 16 ushtarësh u vendos aty për të ndaluar çdo që t'i afrohej varrit. Tani nëse historia biblike e arrestimit, gjykimit dhe kryqëzimit të Jezusit do të përfundonte këtu, do të ishte vërtet një histori e zymë, në fakt do të ishte një tragjedi që raca njerëzore nuk e kishte parë kurrë. Por ja se çfarë ndodhi më pas. Dhe ja era një tërmet i madh, sepse një engjëll i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe u ulmite. Pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora dhe nga frika e tij rojet u drodhën dhe mbetën si të vdekur. Ringjallja e Jezusit kishte filluar. Por përpara se të largohemi nga kryqëzimi, duhet të ndalojmë për një çast dhe të kuptojmë rëndësinë e tij dhe se si duhet t'i përgjigjemi ne nga ana jon sakrificës së tij të jashtëzakonshme. Jam i sigurt se të gjithë kemi dëgjuar ndonjëherë në jetën tonë dikë që të na thotë, kështu apo ashtu është thelbi i çështjes. E po fjala thelb, THELB, ka kuptimin gjëja më e rëndësishme. Dhe në latinisht është fjala që përdoret për kryqin. Dhe kjo na siguron një lojë të mrekullueshme fjalësh kur bëhet fjalë për të vërtetën biblike. Kryqi i Krishtit është thelbi i krishtërimit. Pa kryqin e Krishtit, krishtërimi nuk ka asnjë mesazh shpengimi. Ne e kuptojmë rëndësinë që Perëndia i jep vdekjes së Jezusit nga fakti se gati 1/5 e Ungjillit sipas Lukës, 1/4 e Mateut, 1/3 e Gjonit dhe Markut përkushtohen që të tregojnë historinë e vdekjes së Jezusit. Është shumë më vend që ta kuptojmë se sa jetësore është kjo për besimin tonë, nuk është thjesht një nga gjërat që ne besojmë, por bashkë me ringjalljen është ideja qendrore që e bën krishtërimin atë që është. Kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet të marrim parasysh, që vetë qëllimi i Jezusit që erdhi në tokë ishte që ai të vdiste. Dikush e ka thënë në këtë mënyrë, ai erdhi për të paguar një borxh që nuk e kishte, sepse ne kishim një borxh që nuk mund ta paguanim. Dhe ai e bëri këtë për ne. 1 Pjetri thot, ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi dhe me burratat e tij ju shëruat. Tani historia na tregon që romakët e kryqëzuan Jezusin. Profeti Isaia thot se Perëndia e kryqëzoi Jezusin. Pjetri thot se hebrejt e kryqëzuan Jezusin. Por e vërteta është se ne e kryqëzuam Jezusin. Krishti vdiq për ne. Ai qëndroi në vendin tonë për parafronit të gjykimit të Perëndis dhe i barti mëkatet tona. Por a e kuptojmë ne vërtet kryqin? A e kuptojmë ne kuptimin e tij dhe se sa i fuqishëm është ai? Ne shohim përreth sot dhe do të shohim se ka njerëz që janë indiferent ndaj kryqit, disa janë armiqësor ndaj tij, disa janë mirënjohës. Dhe është interesante që të gjitha këto qëndrime për kryqin janë pasqyruar nga njerëzit që ishin pjesë e gjithë kësaj ngjarje që ndodhi shumë vite më parë. Ndërsa i përmbledhim në një përfundim mendimet tona për ditën kur Perëndia vdiq, dua t'ju shtjelloj pak listën e këtyre njerëzve dhe përpara se ta bëj këtë, dua t'ju them se nuk ka rëndësi se kush jeni ju që po më dëgjoni. As se cila ka qenë shkura juaj, nuk ka rëndësi se me çfarë feje jeni rritur apo se në çfarë kishe keni shkuar apo as arsyeja sepse po më dëgjoni sot. Nëse më dëgjoni me kujdes, do ta gjeni veten te njëri prej këtyre grupeve që u mblodhën rreth kryqit. Gjithsecili prej nesh është diku në këtë listë njerëzish. E fillojmë me ato që mund t'i quajmë masat që e respektonin. Te Luka 23 lexojmë dhe kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë dhe populli rrinte aty për të parë. Masa njerëzish ishin në kryq atë ditë. Ata po shikonin. Po shikonin mbretin e mbretërve të vdiste. Ata ishin thjesht spektatorë, nëse mund ta themi kështu, të pandikuar dhe të papërfshirë. Ata e panë skenën nga kureshtja dhe shumë kishin qenë dëshmitar kur Jezus e predikonte dhe shëronte. Ata madje mund ta kenë respektuar atë si një mësues të madh dhe mrekullibërës. Por për ta, atë ditë, vdekja e tij ishte thjesht vdekja e njeriu të mirë që për fat keq randesh me ligjin. Disa prej jush sot këtu mund t'jeni kështu. Ju nuk jeni kundër kryqit? Nuk e kundërshtoni atë? Nuk keni asnjë lloj ndjesie për të? Ju jeni të kënaqur që disa njerëz e besojnë, por jo domosdoshmërisht ju besoni tek ai. Ai thjesht ekziston, por nuk ka asnjë efekt në jetën tuaj. Ju jeni
si masat që e respektonin. Një tjetër grup që ishte në kryq atë ditë ishin edhe drejtuesit fetar. Luka 23:35 thot: ai i shpëtoi të tjerët, le të shpëtoi veten, po qese me të vërtetë është Krishti, i zgjedhuri i Perëndis. Këto janë fjalë të skribëve, të farisejve dhe të antarëve të Sinedrit që drejtonte, ata që hebrejt i shihnin si drejtuesit e tyre. Dhe ata nuk po e adhuronin Jezusin, ata po e përqeshnin ata. Mateu na tregon deri ku shkonte përqeshja e tyre, duke na treguar fyerjet dhe gjuhën plot sarkazëm të tyre. Mateu 27 e thot kështu: po ashtu edhe krerët e priftrinjve bashkë me skribët dhe me pleqt duke e tallur, i thoshin ai shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të shpëtoi vetveten. Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe ne do të besojmë në të. Ai ka besuar në Perëndin, le ta liroj tani në qoftë se e do me të vërtet, sepse ka thënë unë jam biri i Perëndis. Sarkazëm, fyerje, tallje, krerët e priftrinjve, skribë dhe gjithë Sinedri duhet ishin ata që ta drejtonin popullin për të besuar te Mesia, por në vend të kësaj ata e tallën shpëtimtarin e botës. Për fat keq. E njëjta gjë ndodh edhe sot, apo jo? Ju nuk do ta besonit kurrë se mund të shkosh nëpër kisha kudo në Amerikë apo edhe në botë dhe të dëgjosh një pastor që e tall Jezusin, por kjo ndodh çdo fundjavë. Kishat janë vetëm vende ku shkojnë njerëzit, ato jo domosdoshmërisht, janë shtëpia e trupit të Krishtit, ashtu si drejtuesit fetar. Dhe pastaj ishin ushtarët romak. Te Mateu lexojmë: atëherë ushtarët e guvernatorit, mbasi e quan Jezusin në pretoriumin e guvernatorit, mlodhën rreth tij gjithë kohortën, dhe pasi e zhveshën i hodhën mbi trup një mantel të kuq dhe i thurën një kuror me ferra, ja vun mbi krye dhe i dhan një kallam në dorën e djathtë. Dhe duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin duke thënë: tungjatjeta, o mbreti i judenjve. Pastaj e përshtyn, ja morën kallamin dhe me të i binin në kokë. Dhe mbasi e përqeshën, ja hoqën mantelin dhe e veshën me rrobat e tij dhe e çuan për ta kryqëzuar. Mbasi e kryqëzuan, i ndan me short rrobat e tij, që të përmbushej ç'ishte thënë nga profeti: i ndan ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short mbi tunikën time. Unë e di që jetojmë në një vend që krenohet për tolerancën fetare, por ende edhe sot ka ushtarë romak të cilët në mënyrë aktive refuzojnë Krishtin, që kërkojnë për ndjekjen e atyre që e ndjekin atë. Sot këtë po e shoh më shumë se kur më parë në jetën time. Kjo po na ndodh ne në shumë mënyra, fizikisht, përmes refuzimit, diskriminimit. Ushtarët romak. Atë ditë në kryq u varën dhe dy të tjerë nga njënë se cilën anë të Jezusit, dy hajdut, të cilët ishin dënuar për krimet që kishin bërë. Hajdutin e parë do ta quajmë hajduti që e refuzoi. Ne lexojmë për të te Luka 23 vargu 39. Tani një nga keqbërësit e kryqëzuar e shau duke thënë: nëse ti je Krishti, shpëto vetveten dhe neve. Edhe pse dera e zezë vdekjes po hapej plotësisht gati për ta gëlltitur, ky hajdut i papenduar refuzoi të pranonte mëkatin e tij dhe të shkonte tek ai që mund ta falte atë. Dhe dini ende sot ka njerëz të tilla. Keni takuar ndonjëherë jo besimtar zemërgurt, i cili edhe në orën e tij të fundit e mbyll derën e jetës, edhe kur ajo i prezantohet atij? Vite më parë, gjatë fillimit të shërbesës sime, para se të vija këtu, më kujtohet një njeri që u përpoqja ta fitoja për Krishtin. Ai ishte një duanxhi i thekur dhe po përballej me një vdekje të tmerrshme nga kanceri i mushkrive. Dhe i kishin mbetur vetëm disa orë jetë. Unë ndodhesha ndomën e tij në spital dhe po përpiqesha ta bëja të kuptonte këtë: ka ende kohë që të bëhesh i krishter. Ka ende kohë që ti të shpëtohesh. Ti nuk ke pse të shkosh në ferr, mund të shkosh në parajs. E vetmja gjë që duhet bësh është të besosh Krishtit. Nuk do ta harroj kurrë atë që më tha. Më tha: "E po, pastor, un kam jetuar në atë mënyrë që kam jetuar, besoj se në këtë mënyrë edhe do të vdes." Dhe pastaj shkoi në përjetësi. Shpesh e kam vrarë mendjen se cilat kanë qenë mendimet e tij 5 minuta pas vdekjes. Është mundur ta jetosh jetën në një mënyrë kaq zemërgurt, me smundje serioze apo edhe me trauma të tjera në jetë, edhe sërish të mos e kesh Jezusin? Shpresoj që asnjë prej jush të mos jetë kështu. Shpresoj që asnjë prej jush të mos e ngrer grushtin dhe thot: "Nuk do ta lejoj këtë njerëz të më mbretroj." Por që zemra juaj të jetë e butë dhe e hapur për mesazhin e Ungjillit. Dhe pastaj njeriu i fundit në këtë grup prej 5 llojesh është hajduti i penduar. Më pëlqen kjo histori. Dëgjojeni pak.
Por ai tjetri, duke u përgjigjur, e qortoi duke i thënë: "As ke frikë nga Perëndia që je në të njëjtin dënim? Në realitet ne me drejt jemi dënuar sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer, pra jemi fajtor. Ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe." Pastaj i tha Jezusit: "Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde." Atëherë Jezusi i tha: "Në të vërtet, po të them, sot do t'jesh me mua në parajs." Hajduti i penduar na shërben si një kujtesë se për sa kohë që marrim ende frym, nuk është shumë vonë për të kthyer te Jezusi. Mendoni për përgjigjen tuaj ndaj vdekjes së Jezusit. Mendoni për këtë sot, ndërsa do t'i mbyllim Biblat pas pak. Çdo njeri në tokë përfaqësohet në kryq nga një prej grupeve që ishin aty. Ktu përfshihemi unë dhe ju. Pyetja që duhet i bëni vetes është kjo: në cilin grup jam unë? A e tallni Jezusin ashtu siç bën drejtuesit hebrejë, ushtarët romak dhe hajduti i papenduar? Apo thjesht e shpërfillni atë ashtu siç bën masat e njerëzve? Apo do të ndiqni rrugën jetë shpëtuese të hajdutit të penduar dhe të pranoni si shpëtimtar? Zoti Jezus Krisht zbriti nga vendi i lavdis në qiell, erdhi këtu poshtë dhe veshi rrobën e njerëzimit. Pastaj shkoi në kryq dhe pagoi për dënimin që ne e meritonim. Dhe pastaj ai u ringjall nga varri dhe u kthye sërish në qiell dhe tani ai shtulur në të djathtë të Atit në lavdi. Dhe një ditë kur ne të qëndrojmë përpara Perëndis dhe ai do të na thotë: "Pse duhet të lë të futesh në parajsën time?" Ai do të dalë përpara dhe do të thotë: "Unë pagova çmimin e plot për mëkatet e tyre. Futuni në gëzimin e Zotit tuaj." Zonja dhe zotrinj, ka vetëm një mënyrë për të shkuar në parajsë dhe kjo është rruga e kryqit. Nuk mund të shkoni ndryshe. Duhet të vini te Jezusi dhe të pranoni atë që ai bëri për ju në kryq. E gjithë kjo histori e vdekjes së tij në kryq ka të bëjë me rrugën që ju të shkoni në parajsë dhe t'ju falen mëkatet. Nëse nuk e keni pranuar kurrë atë, nëse nuk e keni kërkuar kurrë faljen, tani është mundësia, po ju pret, ju mjafton të thoni vetëm: "Unë e pranoj, unë e marr. Zot Jezus, unë dua që ti të jesh shpëtimtari im." Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ju i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.